Gabriel Garcia Marquez, të udhëtosh. Alamet, poezia që nga titulli të udhëtosh. Mos e merr kështu fjalë për fjalë, se është një udhëtim kështu shpirtëror brenda vetes, të gjeturit veten, pasurit të dëshirë për zbuluar gjëra të reja, pra nuk është një lloj manifestimi, meditimi, okay. Dëgjoj tani se është shumë interesant. Direkt. Të udhëtosh do të thotë të largohesh nga shtëpia, të lësh pas shokët, të tentosh të fluturosh. Të fluturosh duke mësuar drejtime të reja, duke kaluar në përshtigje. Do të thotë tentim për të ndryshuar. Të udhëtosh do të thotë të vishesh si i çmendur. Të thuash nuk më intereson. Do të thotë dëshirë për të rikthyer. Rikthim duke vlerësuar imëcirat teksa shijon një gotë, do të thotë dëshirë për të filluar. Të udhëtosh do të thotë të ndihesh si poet, të shkruash një letër, të dëshirosh një përqafim, të përqafojnë kur të mbërish pranë portës, duke mallëngjyer qetësinë. Do të thotë të lejosh që të puthesh. Të udhëtosh do të thotë të bëhesh toksor, të njohësh njerëz të tjerë, të fillosh nga e para, të shtrish dorën, të mësosh nga i forti, do të thotë të ndihesh i vetmuar. Të udhëtosh do të thotë të largohesh nga shtëpia, të vishesh si i çmendur, duke thënë se çdo gjë dhe asgjë është në një kartolinë. Do të thosh të flesh në një shtrat tjetër, të ndjesh se koha është e shkurtër. Të udhëtosh do të thotë të kthehesh pas. Është e shkurtër, po është e koncentruar, mos e paragjyko.